Kallzona pak më shumë rreth trashëgimisë kulturore në Kosovë. Sa është e rujtën, sa njerëzit i kushtojnë rëndësi sferës së trashëgimisë kulturore, edhe çka duhet me bëu më shumë ky vend për trashëgiminë kulturore. Unë nuk isha thonë që trashëgimia kulturore e Kosovës është prej konfliktit fundit, sepse qëndron mira vjet përpara. Se kemi si fakt gjallë parkun arkeologjik Ulpiana në Prishtinë, po hiç pa dalë kemi hisarin në Suarekës, që është vërtetësia e asaj që ne kemi pasuri shumë të bujshme, të madhe të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Unë mendoj që, sidomos viteve të fundit, është t'ju kushtuar një vëmendje shumë e mirë, qoftë prej Universitetit të Prishtinës që janë për çdo lavda, departamenti antropologjisë, arkeologët, antropologët që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, përveç studimeve që i kanë hap shumë, kanë pru shumë njerëz të sferave që ne nuk i kemi në Kosovë, jam të folë për specialistë të jashtëm, edhe kanë bë bashkëpunime të shumta me universitete ndërkombëtare për mi u dhënë mundësinë nxënësave tanë që janë të pjesës së trashëgimisë, studiues të trashëgimisë, me mujt me shku me studiu, me avancu studimin në për vende tjera. Për shembull, kemi Parisi është një prej vendeve që funksionon tepër mirë në Kosovë. Në mbështetje jashtëzakonisht qoftë me fonde, qoftë me bursa studimore, po qoftë edhe në kohën e gërmimeve arkeologjike, se kjo pjesa e gërmimeve e ka një farë kohë kur tash fillon prilli deri ka fundi nëntorit. Tani kjo pjesa e dimrit kur bie borë është pak më vështirë, është pak më vështirë me gjurmu. Po ajo që unë kisha dashur, jo gjithmonë me kërku prej institucioneve. Kisha dashur shumë që na si qytetarë më u vedisu tepër shumë për rëndësinë e trashëgimisë kulturore. E para që s'ka nevojë as për ligje, as për rregulla institucionale është që me mirë mbajt atë vend. Kudo që shkojmë, qoftë shkojnë Ankala, qoftë me naj kull, naj urë, naj vend historik që është, bërlogun mos me lanë aty. Një prej temave është shumë e rëndësishme që bërlogun mos me lanë aty. E ke mundësinë, ke shku me vetur, e merr një qese, e shtin edhe e gjun të veni ku duhet.